të tij në sistemin e drejtësisë. Simon Zereci është emëruar drejtori i përgjithshëm i Gardës së Republikës pas largimit të Ermal Onuzit në qershor 2025, ai u komandua në krye të Gardës, më pas Sami Kuti dhe sërish Zereci. Pas ndryshimit të ligjit në muajin prill për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Gardës pa konkurs, por me emërim të drejtë për drejtë, zoti Zereci ka marrë emërimin këtë të martë. Kujtojmë që në fillim të vitit, kur ligji e përcaktonte që drejtuesi i Gardës duhet të zgjidhej me konkurs, Ministria e Brendshme hapi garën, e cila dështoi. Edhe pse zhvilloi konkursi, Ministria doli me njoftimin se asnjë nga 8 kandidatët që aplikuan nuk ishte shpallur fitues, mes tyre edhe vetë fituesi i sotëm. Që nga viti 2013, në vijim, ai ka mbajtur funksionin e komandantit të njësisë speciale në Gardën e Republikës. Qindra efektiv të policisë